tre pikat kryesore janë infrastruktura, arsimi dhe turizmi. Fillimisht faleminderit për ftesën, për gëzimin për emisionin. Realisht plan programi jonë ka dalur si rezultat i vizitave të gjitha vendbanimeve në komunën e Sarajit. Kemi vizituar gjitha vendbanimet, gjitha lagjet të vendbanimeve tona, kemi ndëgjuar nga afër qytetarin dhe prej asaj kemi konstatuar se kemi shumë mungesa jetike elementare për komunën e Sarajit. Dhe plan programi jonë përbëhet prej 10 pikave kryesore, ku 3 pikat kryesore janë infrastruktura, arsimi dhe turizmi. Me këtë besojmë se nëse koncentrohena dhe i realizojmë premtimet tona para qytetarit Sarajit, komuna e Sarajit do jetë në atë nivel të cilën e meriton, pasi që kemi edhe potencial natyror, të cilën nuk e kemi shfrytzuar akoma. Tek infrastruktura kemi të bëjmë me infrastrukturën rrugore dhe nën-toksore, pasi që 80% e vizitorëve gjatë vendbanimeve, domethënë qytetarëve të Sarajit, theks të veçantë i kanë dhënë ujë të pishëm. Jemi një komunë ku buron ujë i pishëm, furnizohet qyteti, tërë qyteti i Shkupit, ndërsa vendbanimet tona akoma kanë problemin e ujit të pishëm. Pastaj infrastrukturën rrugore, sa i përket arsimit planifikojmë godina të reja të shkollave fillore, çerdhe apo kopshte për fëmijë, kështu me radhë, ndërsa te turizmi kemi potencialin natyror, parkun në vendbanimin në Saraj, liçenin e Treskës, Matkës dhe di lumet të cilat e rrethojnë komunën tonë, lumi Vardar dhe lumi Treska. Faleminderit.